Fusha e vend grumbullimit të mbeturinave në lagjen 24 maj vazhdon të mbetet një problem për bllokun e banimit, por edhe për të gjithë qytetin e Vlorës. Pavarësisht se aty nuk po depozitohen më mbetje të reja, gjendja aktuale e fushës ku janë depozituar mbetje të më tepër se 20 viteve në Vlorë është tepër e rënduar. Kjo për shkak se mbeturina që gjenden në fushë në brendësi të një bloku banimi me më tepër se 500 familje janë faktori kryesor ndotës për familjet, lagjen, por edhe për qytetin bregdetar. Prej pamjeve të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, shihet qartësisht realiteti në këtë fushë që vazhdon të jetë ende larg të qenurit të Vlorës, një qytet turistik i cili pres çdo vit qindra mijëra turist. Prej pamjeve duket që pavarësisht mos depozitimit të mbetjeve të reja nga ana e institucioneve, aty të ketë vatra aktive zjarri dhe të lokalizuara në disa pjesë, çfarë tregon se fenomeni zjarrvënies vazhdon dhe mund të jetë problematik tashmë që jemi në sezonin turistik, pasi vatrat e zjarrit nga eksperienca e viteve të mëparshme kanë treguar se nuk mund të kontrollohen, duke u kthyer në problem dhe burim dotje për të gjithë territorin. Kafshë të cilat kullosin dhe ushqen çdo ditë tek mbeturinat, një tjetër problem shqetësues për shëndetin e banorëve të Vlorës. Bagëti, derrat e egër, mishi së cilave shitet dhe tregtohet në qytet, duke transmetuar në shëndet një sër infeksionesh. Jo vetëm kaq, por edhe qenë dhe mace, që janë faktorët e shpërndarjes së mbetjeve urbane në të gjithë territorin. Mbeturina që tashmë kanë shkuar deri në afërsitë të territorit të hidrovorit të qytetit, duke përfunduar edhe në rrjetin e kanalizimeve. Madje prej qytetarëve, pavarësisht se jo nga institucionet, raportohet se banorë të tjerë të Vlorës vinë aty për të kursyer kostot dhe depozitojnë mbetjet urbane në këtë fushë, çka do të thotë se fenomeni i depozitimit nuk është ndalur plotësisht. Ambienti nga ana tjetër është tepër i madh dhe nuk mund të survejohet. Banorët e lagjes 24 maj dhe të qytetit të Vlorës rendisin si kërkesë primare të tyre kapsulimin e fushës së mbetjes, kapsulim i cili do të shmangte një sër problemesh për qytetin, duke ndalur ndotjen te normave të lejuara.